Dhe Shurdi? Unë do të nis me dy impresione faktikisht që më kam bërë të reflektoj thellë këto ditë. Ka qenë një koleksion verash 3 milion euro që u gjet në shtëpinë e një biznesmeni dhe 2 jahte në pronësitë një ministre ose zëvendës kryeministre. Ajo kishte edhe 300 apartamente, por ato nuk më trembën, me thonë drejtën, sepse janë dëshmi e babëzisë, kurse jahtet dhe kjo vera më bëjnë të besoj që tashmë është konsoliduar aristokracia e kuqe, ajo për cilën kur në vitet 90 flitej për një marrëveshje të Katovicës, për kalimin e pushtetit nga komunistët tek bijtë e tyre, tashmë ka ndodhur. Pra është krijuar një aristokraci e kuqe, e bijve, cilët Edi Rama hapta sfarën 2013 i futin qeveri fëmijët e bllokut, dhe tashmë nuk është çështje e rotacioneve politike, nuk është çështje e heqjes apo mbajtjes së Edi Ramës, është çështje e çmontimit të gjithë këtij sistemi, që është një sistem që është antidemokratik, pra nuk është sistemi ynë. Ne të paktën të 3 të rriturit këtu në panel, në 90-ën kemi qenë në llogoren e Liri Demokracisë Shqipërinë si gjithë Europa. Sot kjo ngrehin është, po i referohemi termit tërmetit, DS5. Pra struktura është absolutisht e dëmtuar, është e pabanueshme dhe sa kohë ne do të jemi brenda na rrezikohet jeta. Kjo duhet zhbërë, ky sistem, që s'është i yni e përsërisë, dhe duhet rindërtuar sistemi demokratik në Shqipëri. Zoti Shehi konstatoi, mendoj unë, jam në qetit mendim që ajo erë e vendeve të vogla të ish demokracive komuniste, si Bielorusia me shoqe, tashmë është kopjuar edhe në Shqipëri, dhe Shqipëria ka, dua aty ku e nisa ta mbyll, për të më kuptuar kush do të kuptoj, një aristokraci të kuqe të bijve. Katovica tashmë është zbatuar. U quajt atëherë teori konspirative para 35 vjetëve, por nuk ka mundësi që një gjë që mund të ketë qenë teori konspirative të jetë verifikuar 100% ashtu siç e kemi patur. Zëgërsinjë. Unë në fakt duke ndjekur të njëjtën logjik, por duke parë një këmbështër mënyrëshe, unë personalisht mendoj që ne ngatrojmë fjalën korrupsion me atë çfarë po ndodh. Korrupsion për mua do të thotë kur një zyrtar abuzon, e mbron dikët vetin, ndjek një pozitë personale, miraton një ligj që jep mandat ose specifik, por këtu nuk bëhet fjalë për një korrupsion tillë, këtu bëhet fjalë për një sjellje ordinare hajdutësh, domethënë tu dalin gjithë struktura, gjithë drejtorët, gjithë piramida vendimarrjes. Dhe komunikimi i tyre është një komunikim që ne po ta dëgjojmë lagje i largohemi. Një komunikim jo etik, jo qytetar, dhe të besosh që këta janë vendimarrësit për Shqipërinë. Kështu që mendoj që ka rënë ajo që quhet ngrehina e besimit të institucioneve dhe të vendimarrësit. Qytetari kur shkon te zyra e shtetit, minimumi duhet të ketë besimin që policia nuk e tradhton, nuk e informon krimin, që organet ligjore zbatojnë ligjin, ose që zyrtarët e shtetit janë duke menduar pak për qytetarin. Para të vjen komshiu kur e denoncon se sa të vjen policia. Këtu na rezultojnë që policët lajmërojnë krimin, dhe ata lajmërojnë, dhe ata madje gardianët e përfaqësuesve të krimit në struktura. Ne na rezulton që vendimarrësit janë ata që janë problemi kryesor, dhe ata e trajtojnë pronën publike si pronë private dhe plaçkitin sipas nevojës. Kështu që ka rënë deri diku gjithë kuptimi i nevojës për të pasur institucione dhe për të pasur një koncept shteti të një vendi që me 1000 probleme 35 vjet më vonë do ta kishte zgjidhur këtë. Edhe ka rënë gjithë ajo krenaria, unë po shikoj ato statistikat. Në 2024 Shqipëria mori çmim për Allbenja dhe Akshin dhe mori çmim për administratën publike. Dhe këto dyja që ndodhen tani na treguan që ato dyja ishin ngrahinat e mëdha, administrata publike ishin emëruar gjithë, i emëronin këta çuna të fortë të gjithë drejtorët dhe strukturën dhe i përdornin, dhe Akshi u pa çfarë ndodhi, domethënë atë që ja bëri Iranjani pas ka qenë më pak se këtë që i bën ta grupi i hajdutëve që janë emëruar aty. Kështu që kjo është problematika mendoj kryesore, dhe për këtë kjo zakonisht nuk është lidhur vetëm me qëllime elektorale. Ktu bëhet fjalë për një grup njerëzish që kanë humbur lidhje me realitetin, që nuk kanë shkuar në vende të pamerituara dhe që konsiderojnë hapësirën publike, shtetin, shoqërinë, demokracinë, gjithçka që ndodh dhe konsiderojnë pronë private. Dhe do thotë nëse ata kanë arritur këtë niveli kulture, domthonë nuk lidhet më me konceptet që ne mësojmë transparencë, llogari dhe një demokraci, liri etj. Dhe mendoj që edhe aktorët politik
kur i përballen këtij lloj sistemi, bëjnë në mënyrën e gabuar, sepse ata mendojnë pu largu njëri zgjidhet gjithçka. Ajo çfarë na tregoi Bashkia e Tiranës, ajo çfarë na tregon gjithë ato ente që po hapen dhe strukturat vendimarrëse,